si ka mundësi që vetëm qeverisë, që ka 12 vjetë, i ka mbyllë 12 buxhete, dhe në mënyrë kategorike në asnjë nga veprat nuk ka një supervizim dhe një kolaudim perfekt që të mos qaloj. Pra, ka me 10 zyrtarë të lartë që janë në përgjegjësi penale të pandehur dhe në burg për këto afera korruptive. O vlla, po e vo dhe fondin, nuk mund bësh infrastrukturë. Po i mendove investimet infrastrukturë si piktura, jo zotri. Shqipëria nuk ka nevojë për piktura, ka nevojë për infrastrukturë funksionale. Që tha kryeministri. Në një situatë të kësaj natyre, në këto përmbytje, nuk mund pretendosh mos bini inertë në rrugë. Jo inerte mo. Po pra, ku ka ndar inerte? Se inerte ka ndar rrugën Çukës Çafloç. Mos kenë probleme me infrastrukturë. O zotri, o faj. Ama, un kam ndjekur. Ngriu në lartësinë e përgjegjësisë së personit që je. Po pra. Nëse ti konsideron rënje inertësh, rrëshqitjet masive në rrugën Çukës Çafloç që ka kushtuar 260 milion euro. Nëse ti konsideron qarjen e rrugës Arbrit në 16 segmente që ka kushtuar 485 milion euro, rënje inertësh mu do të mbi keq. Nëse ti i konsideron problematikat që kanë tunelet me investime marramense, mu do mbi keq për aq sa të njoh. Shiko, është fatkeqësia më e madhe. Unë personalisht nuk kam kurajon dhe profesionalizmin të marrë përsipër të bëj avokatin e kësaj qeverie. Nëse ju e keni marrë përsipër, suksese mik i dashur, uroj që t'jesh nesër në Unë s'kam marrë përsipër as të bëj avokatin, por s'kam marrë përsipër as të gjë. Unë i bëra pyetje. Erion, unë i bëra pyetje. Më thuaj një nga investimet që nuk ka çaluar dhe më thuaj një institucion që ka dalë në televizion, ka komunikuar me qytetarët dhe kompanitë me detyrime kontraktore. Rama ka thënë që ka bërë më shumë investime se sa gjithë historia e mbledhur bashkë. Po tjetër mos e ka pasur buxhetin. Po. Tani shishet plastike, a ishin një faktor për të gjithë këtë situatë? Jo. Po nuk përmbysin shishet. Shishet bëjnë... Ku shkon e gjitha kjo plastikë? Edhe shishet plastike, edhe dëmtimi me ndërtime, edhe ndërtimi pa kriter. Shishet nuk shkaktojnë përmbytje. Shishet bëjnë pis detin edhe prishim imazhin se shkojnë deri në Kroaci. Po nuk janë faktor përmbytja shishet.